Ku jeni me trajnimet, se ka shumë rëndësi do me trajnimet? Shiko, trajnimet në këndvështrimin tim kërkojnë përveç se kohës, kërkojnë edhe kapacitete, mundësira për të trajnuar. Nuk themi për të shkuar për të trajnuar jashtë, edhe jashtë shkojnë, për shembull kanë shkuar edhe zjarr fiks jashtë në Malzi, në Çekoslovaki, duke Çekisë, tani është ndarë. Por problemi është tek funksionimi, tek strukturimi i një shërbimi të tillë. Pra, tek kapacitetet, tek logjistika, sepse të dëgjova me vëmendje dhe pam edhe materialin që për pjesën e gërshetimit, sepse kemi nevojë, për shembull, ne para 2 ditësh kishim një ngjarje shumë trëndë që kishim nevojë për të ulur me litar. Mirë, por ne si kemi këto kapacitete, se unë du të kem një stacion, për shembull, edhe me tubin, edhe me litarin, por nuk i kemi këto mundësira, për shembull. Nuk ka një qendër shërbimi zjarr fiks në Shqipëri, nuk ka një qendër të mirë fill të veten, që përveç se aftësive teorike, domethënë pjesa e teorisë çfarë mësojnë, legjislacionin, rregullat e rregulloren, të kenë edhe si risi edhe pjesën e stërvitjes.